Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Humbi gjyqin ndaj Sajmir Kodrës, reagon për herë të parë Egla Ceno. Vendimi i gjykatës penale të Tiranës, e cila ka dënuar me 1 milion lekë të vjetra aktoren Egla Ceno, e cila akuzohej për veprën penale të shpifjes nga moderatori Sajmir Kodra, ka ngjallur shumë polemika. Është siguruar një artikull ku shkruhet: Egla Ceno rezulton të jetë instrument i krimit të organizuar për të sulmuar një gazetar që kishte guxuar të ekspozonte korrupsionin në sistemin gjyqësor shqiptar. Pas këtij raportimi, Egla ka reaguar publikisht me ironi ndaj mënyrës si disa media kanë trajtuar rastin. Aktoreja e njohur shprehet me tone thumbues se po të kishte pasur lidhje me politikën apo me krimin, nuk do të mbetej me një rrogë aktoreje prej 500.000 lekësh të vjetra. Ajo shton se nuk do të ndalet deri në fund të së vërtetës, ndërsa me humor e përmbyll reagimin me fjalinë: "Unë nuk jam Egla Ceno, jam Al Capone", duke bërë ironinë e saj karakteristike.